Data 20 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 25. Në rast se fillon një grindje midis burrave dhe ata paraqiten në gjyq, gjykatësit do t'i gjykojnë duke i dhënë pafajësinë të pafajshmit dhe duke dënuar fajtorin. Pastaj nëse fajtori meriton të rrihet, gjykatësi do të urdhërojë që ta shtrinë për tokë dhe ta rrahin në praninë të tij me një numër goditjesh sipas shkallës së fajit të tij. Mund t'i jepen 40 goditje, por jo më tepër, sepse duke e kaluar këtë mas dhe duke e rrahur me një numër më të madh goditjesh, yt vëlla të mos përçmohet në sytë e tu. Nuk do t'i vësh turizën kaut që shin grurin. Në rast se disa vëllezër banojnë bashk dhe njëri prej tyre vdes pa lënë fëmijë, gruaja e të ndjerit nuk do të martohet me një të huaj jashtë familjes. I kunati do të hyjë tek ajo dhe do ta marrë për grua, duke plotësuar kështu ndaj saj detyrimin e tij prej kunati. Dhe i paralindëri që ajo do të lindë, do të marrë emrin e vëllait të vdekur me qëllim që emri i tij të mos fshihet në Izrael. Por në rast se ai burr nuk dëshiron të marrë të kunatën, kjo do të ngjitet në portën e pleqjve dhe do të thotë: "Im kunat nuk pranon ta ngrer emrin e vëllait të tij në Izrael. Ai nuk dëshiron të kryejë ndaj meje detyrën e kunatit." Atëherë pleqtë e qytetit të tij do ta tharrasin dhe do t'i flasin. Dhe në qoftë se ai ngul këmbë dhe thotë: "Nuk dua ta marr", atëherë kunata e tij do t'i afrohet në praninë të pleqjve, do t'i heqë sandalen nga këmba, do ta pështyjë në fytyrë dhe do t'i thotë: "Këtë do të pësojë ai që nuk dëshiron të ndërtojë shtëpinë e vëllait të tij." Dhe emri i tij në Izrael do të jetë shtëpia e atij të cilit i është hequr sandalja. Në rast se dy burra kanë një grindje midis tyre dhe gruaja e njërit afrohet për të liruar të shoqë nga duart e atij që e rre, shtrin dorën dhe e kap nga organet gjenitale, asaj do t'i pritet dora. Syri yt nuk do të ketë mëshirë për të. Nuk do të kesh në thesin tënd dy pesha, një të madhe dhe një të vogël. Nuk do të kesh në shtëpi dy masa, një të madhe dhe një të vogël. Do të kesh një peshë të saktë dhe të drejtë. Do të kesh një mas të saktë dhe të drejtë, me qëllim që ditët e tua të zgjaten në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep. Sepse të gjithë ata që kryejnë veprime të tilla, të gjithë ata që sillen në mënyrë jo të drejtë, urrehen nga Zoti, Perëndia yt. Kujto ato që të bëri Amaleku gjatë rrugës, kur dolet nga Egjipti. Ai të doli përballë rrugës duke sulmuar nga prapa tërë të dobtit që ishin të fundit, kur ti ishe i lodhur dhe i mbaruar dhe nuk pati fare frikë nga Perëndia. Kur pra Zoti Perëndia yt do të sigurojë qetësi nga armiqtë e tu rreth e përqark vendit që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimni për ta pushtuar, do të fshish kujtimin e Amalekut të nqejtë. Mos e harro. Psalmi 116. Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia. Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë ditët e jetës sime. Vargojnë e vdekjes më kishin rrethuar dhe ankthët e Sheolit më kishin pushtuar. Fatkeqësia dhe dhimbja më kishin vënë përfund. Atëherë i kërkova ndihmë Zotit: "O Zot, të lutem më shpëto." Zoti është i dhëmshur dhe i drejtë, Perëndia ynë është i mëshirshëm. Zoti mbron njerëzit e thjesht, unë isha katandisur në një gjendje të mjeruar dhe ai më shpëtoi. Kthehu o shpirti im në prehen tënde, sepse Zoti të mbushi me të mira. Po, sepse ti ke çliruar jetën time nga vdekja, sytë e mi nga lotët dhe këmbët e mia nga rrëzimi. Unë do të eci në praninë të Zotit në tokën e të gjallëve. Unë kam besuar dhe prandaj flas. Unë isha shumë i pikëlluar dhe thoja gjatë përhumbjes sime: çdo njeri është gënjeshtar. Çdo t'i jap Zotit në këmbim të gjitha të mirave që më ka bërë. Unë do të ngre kupën e shpëtimit dhe do të tharras emrin e Zotit. Do të plotësoj zotimet e mia ndaj Zotit në praninë të gjithë popullit të tij. Është e çmueshme në sytë e Zotit vdekja të shenjtëve të tij. Unë jam me të vërtetë shërbëtori yt, o Zot, jam shërbëtori yt, piri i shërbëtores sate. Ti i këputje lidhjet e mia. Unë do të të ofroj një flim falënderimi dhe do të përmend emrin e Zotit. Do t'i plotësoj zotimet e mia Zotit në praninë të gjithë popullit të tij, në oborret e shtëpisë së Zotit, në mesin tënd, o Jeruzalem. Haleluja. Isaia, kapitulli 52. Rizgjohu, rizgjohu, vishu me forcën tënde, o Sion. Vish rrobat e tua të mrekullueshme, o Jeruzalem, qyteti i shenjtë, sepse nuk do të hyjnë më te ti i parrethprerë dhe i papastri. Shkunde pluhurin që ken kuriz, qohu dhe ulu ndenjur, o Jeruzalem. Zgjidhi zinxhirat që ken qafo bie Sionit që je në robëri, sepse kështu thot Zoti: ju kanë shitur për asgjë dhe do të shpengoheni pa para. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, populli im zbriti së lashti në Egjipt për të banuar, pastaj Asirja shtypi pa shkak.
Dhe tani çfarë po bëj unë këtu, thot Zoti, ndërsa popullin tim e kanë hequr larg për asgjë? Ata që e sundojnë, bëjnë që ai të rënkojë, thot Zoti, dhe emri im shahet vazhdimisht tërë ditën. Prandaj populli im do të njohë emrin tim. Prandaj do të kuptojë atë ditë që jam unë që kam folur. Ja ku jam. Sa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmëtarit që sjell lajme të mira, që njofton paqen, që sjell lajme të bukura mbi gjëra të mira, që shpall shpëtimin, që i thot Sionit, Perëndia yt mbretëron. Dëgjoj, rojet e tua ngren zërin dhe lëshojnë bashk brit magëzimi, sepse shohin me sytë e tyre Zotin që kthehet në Sion. Shpërtheni bashk në brit magëzimi, o rënoja të Jeruzalemit, sepse Zoti ngushëllon popullin e tij dhe shpengon Jeruzalemin. Zoti ka zhveshur krahun e tij të shenjtë para syve të gjitha kombeve, të gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin e Perëndisë tonë. Ikni, dilni andej, mos prekni asgjë të papastër, dilni nga mesi i saj, pastrohuni, ju që mbani vazot e Zotit, sepse ju nuk do të nisini me nxitim dhe nuk do të shkoni me turr, sepse Zoti do të ecë para jush, Perëndia e Izraelit do të jetë para roja juaj. Ja, shërbëtori im do të begatohet, do të ngrihet dhe të lartësohet shumë, duke qenë se shumë veta u çuditen me ty, sepse pamja e tij ishte shpërfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut. Kështu ai do të spërkas shumë kombe. Mbretërit do të mbyllin gojen para tij, sepse do të shohin çfarë nuk u ishte treguar kurrë atyre dhe do të kuptojnë ato që nuk kishin dëgjuar. Zbulesa, kapitulli 22. Dhe më tregoi lumin e pasur të ujit të jetës, të shkëlqyer si kristali, që dilte prej fronit të Perëndisë dhe të qengjit. Në mes të rrugës së qytetit, këndej andej lumit, pema e jetës që jep 12 fruta, dhe jep çdo muaj një frut, dhe gjethet e pemës janë për shërim të kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Edhe do të shohin fytyrën e tij, dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe natë nuk do të ketë atje. Edhe nuk kanë nevojë për llambë, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon dhe do të mbretërojë në jetë të jetëve. Dhe më tha, këto janë fjalë të besuara dhe të vërteta. Dhe Zoti, Perëndi i profetëve të shenjtë, dërgoi ëngjëllin e tij për të treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt, luma i që ruan fjalët e profecisë së këtij libri. Dhe unë, Gjoni, jam ai që pash dhe dëgjova këto gjëra, dhe kur dëgjova dhe pash, rash përmbys për ta adhuruar përpara këmbëve të ëngjëllit që mi tregonte këto gjëra. Dhe më tha, shiko se mos e bën, sepse unë jam bashkëshërbëtori yt dhe i vëllezërve të tu profet dhe të atyre që i mbajnë fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin. Dhe më tha, mos i volos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha është afër. Kush është i padrejt, le të vazhdojë të jetë i padrejt. Kush është i ndyr, le të vazhdojë të jetë i ndyr. Kush është i drejt, le të vazhdojë të jetë i drejt, dhe kush është i shenjtë, le të vazhdojë të shenjtërohet. Dhe ja unë vi shpejt, dhe shpërblimi im me mua, për t'i dhënë gjithë secilit si kundër do jetë vepra e tij. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lum ata që i kryejnë urdhërimet e tij, që të kenë të drejtë për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Por jashtë janë qentë, magjistarët, kurvarët, vrasësit, idhujtarët dhe kushdo që do dhe bën gënjeshtra. Unë, Jezusi, dërgova ëngjëllin tim që t'ju dëshmoj këto gjëra për kishat. Unë jam rrënja dhe pasardhja e Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit. Dhe fryma dhe nusja thon eja. Dhe ai që dëgjon le të thot eja. Dhe ai që ka ajeti le të vi. Dhe ai që do le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Po u dëshmoj të gjithë atyre që dëgjojnë fjalët e profecisë së këtij libri. Nëse ndokush do të shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të shtojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër. Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heq pjesën e tij nga libri i jetës dhe nga qyteti i shenjtë dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këtë gjëra thot: Po, unë vi shpejt. Amen. Po, eja Zoti Jezus. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen.